favor të Prishtinës zyrtare, që ka dhe obligim kushtetues ndaj gjithë shqiptarëve që jetojnë jashtë territorit të Shqipërisë së sotme. Shtetet e Bashkuara, mendoni që janë ndjeni të kësaj që gjykimin tuaj po bën Rama dhe qeveria shqiptare në raport me Serbinë dhe Kosovën? Unë nuk e di nëse Shtetet e Bashkuara janë në DNI apo jo, ne jemi duke përpjekur si Washington. Dëgjoj, zoti Rama nuk do ta linte pa marrë pjesë në javën e takimit të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Mirë po ai ka një hall të madh se nuk është i mirëpritur në Washington, nuk është i mirëpritur dhe i mirëseardhur në New York. Ku bazohet? Kjo është treguesi i qartë, sepse dëgjoj, në një teatr aq madhor siç është java e takimit të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, asnjëherë Edi Rama nuk do të mund ta shmangte një takim të tillë. Mirë po ai duhet të ketë një hall jashtëzakonisht të madh që nuk ka shkuar atje. Dhe unë mendoj që mediat shqiptare duhet ne jemi dhe kemi gjurmojnë për ta kuptuar këtë. Familja Trump po merr Sazanin, gjërat duken në rregull. Familja Trump është familja Trump, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk janë dinasti dhe monarki, është një qeveri dhe është një familje. Po Trumpi është biznesi mbi gjitha. Pse Rama nuk është në Washington? Pse Rama nuk është në New York? Në Tiranë shpresat e opozitës janë të mëdha, edhe ato që ka artikuluar në media. Problemi është që deri tani mbeten në kuadrin e ëndrave. Unë nuk e di ku po i mbajnë opozita shpresat, duke qenë se edhe ata kanë një lloj lidhje të çuditshme me mercenarin pro-rus e pro-serb Richard Grenell. Është jashtëzakonisht e çuditshme dhe pa kuptim që opozita shqiptare në Tiranë mban lidhje të afërta me Richard Grenell, një njerëz që verifikueshëm ka punuar për interesat ekspansioniste të despotit rus në Moskë, pra zotit Putin. Grenell, sipas hulumtimeve të Washington Post, ProPublica, Der Spiegel Magazine, gjithashtu edhe Frontliner Magazine në Londër, nëpërmjet të cilave hulumtime kanë qenë edhe unë i përfshirë, në radhë të parë është dëbuar nga Gjermania si diplomat amerikan, duke qenë se është gjetur duke bashkëpunuar me AFD-n gjermane, të bashkërenduar dhe financuar nga Kremlini zyrtar në përpjekje për ta përmbytur administratën kancelares gjermane Merkel. Ai pastaj është gjetur verifikueshëm duke punuar me Vladimir Plahotniukun e Moldavis, një politikan pro-rus moldav, i cili me paratë të Putinit dhe orkestrimit të shërbimit sekret rus është përpjekur ta përmbys qeverisjen pro-perëndimore moldave atje, i cili vetëm këtyre ditëve është ekstraduar nga Greqia në Moldavi për të përballur me akuza që e rëndojnë. Zoti Grenell ka punuar edhe për fondacionin Magyar Foundation, të drejtuar nga Viktor Orban dhe financuar nga Putini, në mënyrë që ta lehtësojë dhe ta bëjë të pranueshme politikën pro-ruse të Hungarisë në Evropë, pra duke lobuar në Washington. Grenell, siç është dëshmi e verifikueshme dhe fakt publik, punon si mercenar për Serbinë. Unë nuk e kuptoj ku i ka motivet opozita shqiptare dhe me çfarë besimit të çuditshëm iluzional ata mendojnë se mund ta bindin publikun shqiptar duke mbajtur lidhje me një njerëz që jo vetëm se është skandalisht i përlyrë, i përfshirë me gjitha entitetet kriminale pro-ruse dhe pro-serbe në Ballkanin Perëndimor, por është gjithashtu i përzën nga rrethet e ngushta të Washingtonit zyrtar dhe të presidentit Trump. Ky është skandal përtej botës normale për t'i kuptuar këto zhvillime. Edhe diçka të fundit kam, nisur nga situata në tërësi, jo vetëm Kosovë ku erdhën karabinier italian edhe ushtar turq së fundmi, por në Maqedoni që aty situata ju e dini edhe më mirë që është e brisht, aq më tepër që kemi zgjedhje, të sa ka zgjedhje rikthehen fryma nacionaliste e më the thash gjithë tjerat, pa futur këtu Bosnjën e tjera. Ju këtë vjesht ka erë baruti që ndjeni apo Era barutit është aty dhe Serbia po e djeg për çdo ditë, duke ndërtuar amunicione, duke ndërtuar formacione ushtarake, para ushtarake, duke u përgatitur për një moment të volitshëm që ta sulmoj Kosovën. Edhe dronët për këtë punë. Absolutisht. Dronët nuk vinë rastësisht aty, ata vinë për të vëzhguar terrenin dhe për të hartuar plane strategjike, për të ndërtuar harta topografike në mënyrë që ushtarakët t'i analizojnë se si mund të veprojnë dhe kur mund të veprojnë.
Pra na pret një dimër i vështirë përpara dhe ndoshta me incidente të tjera. Nuk e di nëse në sezonin e dimrit ndonjë ushtri do të jetë interesuar që të përfshihet në një invazion ushtarak. Gjithashtu duhet ta kemi parasysh që Kosova nuk është sikur në vitet e 90-të. Kosova është larg më mirë se çka qenë ndonjëherë. Kosova ka një ushtri të konsoliduar, një polici të konsoliduar, një leadership që për herë të parë është interesuar vërtet ta konsolidojë shtetin, ta bëjë shtetin dhe ta sfidojë çdo armik të jashtëm e të brendshëm të Republikës Kosovës. Kështu që shqiptarët etnik në Kosovë janë në një pozitë jashtëzakonisht më të lakmueshme, por ajo çfarë duhet bëhet është që shqiptarët në Shqipëri duhet të vlojnë në protesta për ta detyruar Tiranën zyrtare të kthejë kokën nga Beogradi në Prishtinë dhe për ta mbrojtur Kosovën, jo për të përpjekur ta minoj, ta delegjitimoj dhe ta shkatërroj siç ka bërë deri në këtë moment sa ne po flasim politika zyrtare e kryeministit Rama. Vuti, faleminderit shumë për këtë bisedë drejt për drejt edhe ndryshe mbi gjitha. Faleminderit shumë për ftesën. Jam mirënjohës shumë për këto minuta që harxove me mua. Lutem shumë, faleminderit.